Jemi rikthyer në Këndim Matinet, të nderuar shikues, të flasim për diçka që pothuajse nuk po mund të bënim pa të. Është interneti dhe mjetet teknologjike. Këtë temë do diskutojmë me dy të ftuarit. Për sot, Valon Sanhasi, IT konsulent dhe Aletin Berisha, entuziast i teknologjisë. Dikur koha shoqërore kalohej në takime sy me sy, njoftimet dërgoheshin në letër, pëlqimet apo lajka siç quhen tani, u thuheshin drejt për drejt. Por tani koha ka ndryshuar dhe gjithçka pothuajse po shkon përmes teknologjisë. Mirëmëngjes, mirë se ardhët. Mirëmëngjes. Valon, në doja të filloj këtë bisedë me juve. Sa e përdorni internetin, sa kohë kaloni para kompjuterit? Unë përdorem për tjerë, kam edhe pjesë profesionit, edhe pothuajse non-stop, gjithë ditën e përdor internetin. Derisa se ke pas pjesë e profesionit, për çka e ke përdorur? Po, unë e përdorus internetet prej para luftës, edhe zakonisht kena përdor për më marrë informata. Atër kur kom qenë ma eri kena këshyre NBA, ma shumë, kena këshyre lojt, rezultatet. Informata që nuk kena pas qasë nëpërmjet mediumeve tjera që kena pas të në vendin tonë. Alete, për juve thash jeni entuziast i teknologjisë. Ma thuaj, si shenë ju të zhvillimet të shpejta teknologjike, apo mundeni të arrini të blëmi dhe të jeni pjesë të tyre? Po, teknologjia po zhvillohet ma shpejt se gjithçka tjetër në botë dhe po na i determinon edhe zhvillimin tonë të gjithë mbarshëm. Unë për shkak se punoj në fushën e edukimit, pak më tepër jam i koncentruar në përdorimin e teknologjisë në edukim. Në këtë rast është bërë pjesë e domosdoshme e punës sonë. Sot teknologjia ka revolucionarizuar edukimin në përgjithësi, sidomos ato të arsimin e lartë. Sot studentët nuk janë të kufizuar në një hapësirë caktuar gjeografike që të studiojnë, po studiojnë në të gjithë botën përmes kurseve online që i marrin, diskutojnë me kolegët e tyre nga e gjithë bota përmes rrjeteve sociale, edhe në këtë mënyra e marrjes njohurive edhe zhvillimi shkallësive ka ndryshuar shumë me zhvillimin edhe të teknologjisë. Sa është i përhapur tek ne, për cilat mënyra përdoret, se ndonjëherë po thuhet që është thik me dy teja, i ka të mirat dhe gjithsesi edhe pasojat e saj. Po si çdo sen tjetër që i ka dy anë tek kësia, edhe interneti ose përdorimi i tepërt të internetit e ka anën e keqe. Fatmirësisht Kosova qëndron mirë sa i përket penetrimit të internetit. Ne kemi një penetrim të barabartë me Greqinë dhe Bullgarinë sa i përket shfrytëzuesve të internetit. Për shkak të operatorëve tonë, të cilët kanë krijuar një infrastrukturë shumë mirë, 72% të shtëpive kanë qasje në internet, që është e krahasueshme shumë lehtë me trendet evropiane. 72% duke përfshirë edhe pjesët rurale? Po, edhe gjitha pjesët rurale. Njëra prej arsyeve pse ka shtrirje edhe në pjesët rurale, është se çdo e treta familje ka dikon në diasporë. Edhe mundësia për me komuniku nëpërmjet internetit është shumë më lirë, edhe ka shtyr që të gjithë të pajisin me kompjutera edhe me internet. Po, çfarë rrjeti kemi në fakt? A kemi rrjetin më të mirë që është e mundur, apo si po funksionon? Unë tash erdha për Amerike pra disa ditëve edhe u mbursha me kapacitetin e internetit dhe telefonisë mobile që kemi na, se lirësht mund kemi krahasu me